Serbia është në top 10, por nuk është në top vendet. Secili qytetari i Republikës, në momentin kur është në treg, blen prodhim ose shërbim, e ka mundësinë e raportimit. Inovacioni do të jetë pjesë e tregtisë, inovacioni do të jetë pjesë e industrisë. Jam tani në fahun tim, jam në aty ku kam studiu për to, jam pregadit, kam punu, kam qenë edhe drejtuese Odës Amerikane për 3 vite, Odës Amerikane në Kosovë. Disi e ndjej edhe pasionin, edhe angazhimin, edhe besoj që nxjerr më të mirën prej meje në angazhimin publik, puna në agjendën zhvillimore. Okej. Importi në 2 vitet e fundit prej Serbisë është rrit edhe në ushqime edhe ndërtimtari. Jo që keqa mirë s'po propozoj ndaj nacionalizëm këtu, po du me thonë që qa kemi bo tash, a në që të fush ma se për... Ne kemi sfidë të përgjithshme, është sfidë, ka me qenë sfidë për qeverinë, sfidë për mua, si drejtuese dikasterit, ulja e disbalancit të madh tregtar, do me thonë eksport-import. Është më ullët se sa atë botë kur e ku marrë mandatin, por ka rënë, do me thonë prej 1.9 ka rënë në 1.7, pra për shumë. Do me thonë duhet në përgjithësi ngritja kapaciteteve të prodhimit vendor, promovimi i... 1.7 po shifrat janë rritë. Po me Serbia nuk është, Serbia është në top 10, po nuk është në top vendet, që do me thonë nuk është në top 5. Kosova është antare e CEFTA-s me të drejta të plota si shtet, pa unë mek, kjo do të ratifikohet në kuvendin e Kosovës, prandaj ne do vazhdojmë në shtyrjen përpara edhe të lehtësimit, facilitimit të qarkullimit të mallrave, rritjes së cilësisë të prodhimit vendor dhe eksportit të shërbimeve e eksportit të prodhimeve. Transformimin që unë shoh të kryesorin mbas 4 viteve që shtimin e komponentës së inovacionit në Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë e shoh si pjesë ndërsektoriale, domethënë që cross cutting, që është në të gjithë që inovacioni do të jetë pjesë e tregtisë, inovacioni do të jetë pjesë e industrisë dhe pjesë e ndërmarrësisë. Zonat industriale të gjelbërta, të cilat janë të parapara dhe me politikën industriale të Kosovës, të cilat parashohin konceptin e ekonomisë qarkore, promovojnë ruajtjen e resurseve, energjinë e ripërtrishme, e gjithashtu edhe janë forma më e mirë e tërheqjes, edhe të investimeve për industri kreative. Kush ka me ardhur në këto zona? A i keni identifiku investitorë, sepse je pioniere e zonave industriale prej që di për ty ke shty zona industriale. Po, drenasin. Mirë, edhe në fund, na nuk po kemi investitor. Po, ka investitor, definitivisht ka investitor, ka rritje të investimeve të huaja, ka interesim të madh. Në banesa, mimoza e dim. Jo, edhe në investime tjera. Për shembull, sot është dita e 4. Kështu e plot në Ministri Tregtisë dhe Industrisë dhe Ndërmarrësisë e Inovacionit. Unë vetëm kam kërkesa për takime, qoftë prej odave, asociacioneve të bizneseve, klubeve të prodhuesve. Pastaj ka interesim të bizneseve që kërkojnë informacione, për shembull për regjistrim biznesit në industrinë e riciklimit, në industritë kreative. E kom jep detyrën e parë, në fakt mesin e shumë detyrave, po mesin e detyrave të para në ministri, të bëhet hartëzimi i zonave aktuale. Ka në nimori të komunave të Republikës tonë që janë kriju ose parqe industriale ose inkubator. Dhe do me thonë ato janë kriju si pas kërkesës që ka dërgu komuna. Komuna e Podujeves ka që kërkesë e Ministri të Tregtisë dhe Ministria ka miratu. Ministria me mandatin e saj e ka edhe investimin e infrastrukturën. Ka që kërkesë për zonë industriale, a zonë gjelbërt industriale? Jo, nuk jemi të folë për zonat gjelbërt, jemi të folë vetëm për zonat industriale në përgjithësi. Për ato po e shpjegoj, hartëzimi, do me thonë marrja e një pamje të përgjithshme dhe vlerësimi që do ta bëjmë tash mbi funksionalizimin apo mos funksionalizimin, mbi potencialin që zonat aktuale të transformohen me komponentën mjedisore është primare për mua si ministre për të vazhduar me fazën. Veç ka dalë, çto zonat e gjelbërta çka kanë me dallu prej të sotmes, do me thonë kanë me qenë do panele solare në to, apo? Jo, veç panele solare. Kanë pas trajtimin e ujnave industrial mirëfilli, do me thonë kanë me pas, se kemi me promovu modelin e ekonomisë qarkore, do me thonë qarkullimin e tillë prej lëndës së parë e deri te mbetjet edhe ripërdorimin e saj me incentiva të drejtë për drejta për bizneset. Prej industrisë drurit, industrisë metalit, industrisë qelçit, industrisë plastikës. Reforma tjetër tepër e rëndësishme për mua si ministre është ulja ulja më tutje ose reforma në regjistrim dhe menaxhim të informacionit për bizneset të regjistruara në Kosovë, lehtësia për të regjistruar,
e gjithashtu edhe ofrimi i shërbimeve në infrastrukturën e cilësisë. Mbrojtja e konsumatorit përmes platformës me aplikacion, kjo është qëllimi dhe orientimi im, në të cilin secili qytetar i Republikës, në momentin kur është në treg, blen prodhim ose shërbim, e ka mundësinë e raportimit të parregullsive që i gjen në treg.